Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, ju ftoj të na ndiqni, jemi në këndin e të ftuarit, do flasim për aktualitetin politik në vend. Jam në studio me zëdhënësen e presidentit të Lirisë, Jasmira Memelli, njëkohësisht edhe antare kryesisë së Partisë së Lirisë. Memelli, mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Ju kemi ndjekur në konferencat tuaja për shtyp, natyrisht duke bërë me dije qëndrimin e presidentit të Lirisë, meqense jeni dhe zëdhënësja e tij, po më së fundmi qytetarët kanë patur mundësinë t'ju shohin edhe në protestën foltore të fundit para kryeministrisë, aty ku renditët një sër problematikash dhe shqetësimesh të qytetarëve. Ju thoni që zëri i të vërtetës do të dëgjohet në foltore, deputetët nga pamundësia për të folur në parlament, qytetarët tashmë kanë një mikrofon, po pastaj Memelli, ja u dëgjuan? Atëherë, qëllimi foltores është ai që unë kam përmendur edhe herë tjera për t'ju dhënë mundësinë jo vetëm deputetëve, meqense në parlament ju privohet fjala, duke i pezulluar, duke ju fikur mikrofonin, duke mos i lënë që realisht ata të japin mendimet dhe jo vetëm të tyre, por edhe të qytetarëve, sepse qëllimi i parlamentit ky është që të dëgjohen problematikat dhe hallet që kanë qytetarët shqiptar. Është gjendur një zgjidhje e tillë si foltorja, ku edhe deputetët, por edhe vetë qytetarët kanë mundësinë që t'i thonë ato të vërteta dhe ato probleme që ato kanë pa droje. Sepse sot, në këtë periudhë regjimi që ne po jetojmë në Shqipëri, edhe të thuhet e vërteta është frikë, pasi tek qytetarët është përcjell ose përcillet më sakt nga ata që na qeverisin, mendësia dhe ideja që po folët, ne kemi në dorë të bëjmë X apo Y gjë mbi ju, si pushimet nga intimidimi është, po, intimidimi është nuk shumë prezent në aktualitetin shqiptar. Kështu që foltoria ka këtë qëllim, të dëgjohen qytetarët dhe në fund të gjendet zgjidhja, sepse pa u dëgjuar nuk besoj se do ketë zgjidhje. Kështu që dëgjojmë një herë të gjitha problematikat që qytetarët kanë, jo se nuk dihen, por i themi me zë, i themi ato të vërteta me zë, dhe pastaj procedojmë me hapat e radhës që mund të jenë protesta, apo çfarë ne do vendosim për të bërë në vijim. Për momentin kemi foltoren, e cila do përhapet edhe në përrrethet e tjera, edhe në çdo njësi, pra do zbresim në bazë, në çdo njësi të administrative. Ndërkohë, sa i takon foltoreve që zhvillohen në njësi apo në qytete të ndryshme, ju do të jeni pjesë e së njëjtës foltore, apo Partia e Lirisë mendon të zhvilloj foltoret e veta me qytetarët në teren? Ne jemi në koalicion, ose jemi të unifikuar me Partinë Demokratike, përsa ju përket aksionit opozitar dhe kauzave të përbashkëta që ne kemi. E kemi një foltore të përbashkët, ku dëgjojmë dhe dëgjojmë më së shumti. Memelli, ju kam ndjekur në gjithë veprimtarin tuaj për problematikat që keni ngritur, që nga arsimi, shëndetësia, natyrisht edhe sa i takon problematikave të bujqësisë, blegtorisë, fermerëve, por edhe projekt ligji i fundit për sigurinë ushqimore nëse mund t'i përmbledhim. Po, Shqipëria sot nuk është se ka vetëm një problematik, apo në një sektor të caktuar. Shqipëria sot nuk ka sektor që nuk e ka të dështuar. Arsimi që duhet të ishte në nivelet afër standardeve të Bashkimit Evropian ose të vendeve të rajonit, për të mos u larguar shumë, sot në Shqipëri është në nivele alarmante. Raporti fundit i PISA-s na konfirmon që 60% e të rinjve janë analfabet funksional. Dhe askush nuk shqetësohet. Nuk shqetësohet. Duhet ishim mbledhur forume të tëra të institucioneve arsimore. Absolutisht po, por kjo gjë nuk ndodh në Shqipëri, sepse ju leverdis
që të jenë në këtë lloj nivelesh. Është vetë qeveria që nuk i mbështet dhe në qoftë se do kishte minimumin e interesit për të mbështetur të rinjt apo për të mbështetur arsimin, nuk i linte buxhetin 2.3% të prodhimit brendshëm bruto. Minimalisht duhet ishte 5% i prodhimit brendshëm bruto që ishte. Me Melli dhe kur bëjnë shkurtime për emergjenca, i marrin gjithmonë parat tek arsimi dhe shëndetësia. Dy sektorët jetik për qytetarët, sepse ti supozohet të edukosh breza që do të jenë e ardhmja e këtij vendi. Si mund të jenë e ardhmja e këtij vendi kur ti 60% i ke analfabet funksional? Kur ti ju jep një buxhet 2.3% që arsimi sot ka nevojë për shumë më shumë. Të paktën afër mesatarët të Bashkimit Evropian, që është 5% e prodhimit brendshëm bruto dhe që është ajo çfarë ne kemi propozuar në një nga amendamentet tona, që arsimi të ketë një buxhet për 5% e prodhimit të brendshëm bruto. Shkollat nuk kanë kushte, janë në kushte skandaloze. Ato pak shkolla që kanë ngelur, sepse në për zonat rurale ne kemi 10 shkolla të mbyllura për shkak se nuk ka më fëmijë, nuk ka më nxënës. Nuk kanë nxënës sepse ka rënë lindshmëria dhe në ato pak familje që kanë ngelur, pasi pjesa më e madhe kanë marrë rrugët e emigrimit. Emigracioni nga njëra. Emigracioni është një plagë e thellë që sot po e vuan. Lindshmëria është barazuar me numrin e vdekjeve dhe ky është rekordi historik negativ sa i takon të paktën 100 viteve të fundit në Shqipëri, me Melli. Absolutisht, dhe kjo është alarmante. Është alarmante sepse popullsia e Shqipërisë po shkon, për mos thonë, ka shkuar drejt plakjes. Dhe studimi i fundit, shqiptarët e ikur nga Shqipëria më shumë se 60-70% nuk duan të rikthehen më. Edhe ata që janë rikthyer duan të largohen përsëri. Dhe kjo është shumë e trisht. Është shumë e trisht që qeveria të mos vërë dorë tek familjet e rikthyera, ose nuk kemi asnjë lloj interesi për familjet që janë, jo më për ato të rikthyera, por gjithsesi vetëm ideja që dikush që ka ikur të marrë guximin të rikthehet në Shqipëri, mbaje, bëj politika që ti t'ju ofrosh mundësinë ti mbash ato familje, ti mbash në Shqipëri, sepse po shkojmë drejt plakjes dhe nesër ne do jemi në urgjencë për të rinj, ne nuk do kemi më. Nuk do kemi më, pse nuk krijojmë familje të rinj sot, sepse nuk kanë asnjë lloj mbështetje familjet e reja. Të blejnë një apartament ju duhen 60-70 vite punë. Janë 60-70.000 apartamente bosh në Tiranë dhe çmimet janë në stratosferë. Ju thoni 60-70 vite, po nëse llogarisim atë pagën minimale që ende nuk është, do duheshin 600-700 vjet, në fakt, me Melli, jo 60-70. Ndërsa për sa i përket shëndetësisë, shëndetësia është në kushte mizerabël. Onkologjikun që ne e dëgjojmë, e kemi dëgjuar edhe shpesh, denoncohet, është 19 poltron për 100 pacient, është për të ardhur keq, është ulëritse. Në spitalet tona nuk kemi më edhe barnat bazë që i duhen një spitali. Mjekët me masën, shumica e mjekëve po emigrojnë, po ikin sepse nuk kanë pagat e duhura, nuk trajtohen për profesioni, por edhe kushtet e punës janë të papërshtatshme. Pra, përsëri, buxheti për shëndetësinë është po prap e njëjtë me arsimin që duhet ishin sektorët që duhet ishin financuar më shumë nga të gjithë sektorët e tjerë, më shumë nga infrastruktura, sepse po shohim që 60-70% të buxhetit e kemi tek infrastruktura, që nuk ka, nuk di si ta shtjelloj, por këto lloj rrugësh që po bëhen në Shqipëri nuk shkojnë as tek 20% që e buxhetit për t'i pasur, jo 60-70%. Po dëgjojmë për ditë që po shëmben rrugë pa u inauguruar. Është shëmbur 2-3 herë aksi Qukës-Qafploç, është shëmbur pa u inauguruar aksi Korçë-Ersek, për të mos folur pastaj për cilësinë e ndërtimeve të tunelit të Llogaras, ku kemi aferën e fundit. Apo faturat e fryra, apo vjedhjet, abuzimet. Vetëm një dorë 50.000 euro për të cilin
ish kryeministrja Belinda Balluku sot është zyrtarisht në nënhetim nga SPAK. Nuk është ende ish zëvendës kryeministre, se as nuk është pezulluar, as nuk e kanë shkarkuar. Duhet të ishte edhe ish deputete në momentet që ne flasim. Jo më vetëm ish ministre dhe ish zëvendës kryeministre, por edhe ish deputete. Duhet të kishte edhe ndërheqen. Nuk ndodh në asnjë vend të botës që një zyrtar i niveleve të tilla të larta të qeverisjes të akuzohet apo të merret e pandehur për shifra të frikshme korrupsioni. Dhe të jetë ende në Dhe të jetë ende në detyrë, ose të pretendohet të jetë ende në detyrë. Duhet të kishte edhe bashkë me të ndërheqjen edhe kryeministri i Shqipërisë, sepse është përfituesi de facto i të gjitha aferrave që ne sot po i dëgjojmë si skandale që po na dalin çdo ditë. Se mbas tunelit të Llogaras të doli unaza e madhe. Loti 4. Loti 4, skandal tjetër. Në Shqipëri, unë e them shpesh dhe më shoj që Shqipëria është vend i vogël, por skandalet i ka shumë të mëdha. Memeli, kjo është shumë e vërtet. Shqipëria vend i vogël, skandalet i ka të mëdhaja, çdo ditë ka inflacion, skandalesh ju me të drejtë edhe gjatë protestës foltore, thatë. Qytetarët kanë 1001 arsye për të protestuar, më së pari janë qytetarët më të vjedhur, më të keqpaguar të Europës. Po pse nuk dalin qytetarët për të protestuar, Memeli, në proporcion me gjithë këto skandale dhe problematika që ka vendi? Sipas gjykimit tuaj. Në momentin që ne po flasim, ende ne nuk kemi arritur tek protestat, jemi tek foltorja. Dhe ajo çfarë unë gjithmonë e specifikoj është që në një foltore apo në një grumbullim qytetar demokratik nuk ka rëndësi pjesëmarrja, sepse mund të jenë 2, 10, 50, 5.000 veta, rëndësi ka mesazhi që përcillet. Rëndësi ka ajo çfarë qytetarët thonë dhe ajo çfarë dëgjojnë nga politikanët, nga deputetët në foltore. Kanë mbështetjen e tyre, kanë absolutisht në të nesërmen kur ne të fillojmë edhe aksionin më të fuqishëm opozitar, Flisti për protesta kombëtare. Jo, unë kur pyeta pse nuk protestojnë, për shembull, kisha parasysh Bullgarinë, ku qytetarët i kanë mbushur pjacat, kisha parasysh për shembull Greqinë, ku fermerët sepse janë protesta. Dalin protestojnë. Edhe këtu janë vjedhur fondet e BE-s për fermerët. Është po një skandal tjetër ai. Ndërkohë që këtu SPAK-u nuk heton ende me gjithë ultimatumet që ka dhënë Olafi, me gjithë ndërprerjen e fondeve të Ipardit Pasardhës. Janë pezulluar 112 milion euro, sepse ende nuk dihet se ku kanë shkuar 33 milion eurot e para të fondeve Ipard. Dhe të blokosh 112 milion euro që do t'ju jepnin mundësin fermerëve tanë të merrnin frymë, sepse dihet se si po trajtohen sot fermerët. Nuk mbështeten, nuk subvencionohen, të vjen keq kur shikon prodhimet e tyre të hedhura nëpër kanale, sepse nuk ka treg për prodhimet brendase në Shqipëri. Në mas ju janë hapur dyert mallrave të importit që nuk dihet se si janë dhe nuk dihet se çfarë cilësie kanë dhe që po helmojnë qytetarët shqiptar dita ditës. Fermerët shqiptar janë më pak të financuar, po ashtu kemi patur edhe produkte vendase që janë kthyer mbrapsht. Ajo është një problematik tjetër. Ajo është një problematik tjetër që ka zbehur totalisht imazhin e Shqipërisë tek eksportet. Janë kapur tonelata e tonelata fruta e perime në përvendet e rajonit apo edhe më gjerë që kanë mas të tepruar pesticidesh apo të palejueshme sepse janë vdekjeprurse. Kur këto mallra eksportohen jashtë, imagjino se çfarë këta të papërgjegjshëm i bëjnë konsumatorit shqiptar. Sepse i kthejnë jashtë pasi kanë sisteme sigurie, kanë sisteme të ngritura për kontroll, funksionojnë këto sisteme, po në Shqipëri që nuk funksionon, ku është AKU-ja? Nuk dëgjohet. Po projekt ligji që ka sugjeruar Partia e Lirisë për sigurinë ushqimore është emergjente.
është emergjente, të ngrihen sisteme kontrolli, të kontrollohen dhe laborator, të kontrollohen produkte sepse konsumatorët shqiptar po elmohen. Duhet me patjetër të paktën endet kontrolluese dhe laboratorët duhet të ngrihen urgjentisht. Është situatë emergjente, nuk është hajde se po e bëjmë vitet e tjera. Dhe bashkë me të kemi propozuar edhe uljen e TVSH-s nga 20 në 5%, sepse sot që flasim në TVSH-n e kemi 20% tek produktet, të shkojnë në 5%. Dhe kjo ju jep në një farë mënyre pak hapësira po çlirim qytetarëve shqiptar. Nëse do të merret parasysh. Sepse forca e kartonëve nuk është në anën tuaj në këtë rast. Por të gjitha si amendamentet, si projekt ligjin që kemi depozituar, absolutisht janë në shërbim të qytetarëve. Pasi ky buxhet që është edhe buxheti më i madh në histori, nuk i shërben shtresave në nevojë, nuk ju shërben qytetarëve shqiptar. I shërben një grushti oligarkësh që në fund të ditës mendojnë për xhepat e tyre, jo për shqiptarët. Kjo majorancë që ne sot kemi nuk është një majorancë e dalë nga vullneti i lirë i popullit dhe në thonjë za t'i vi keq sepse populli shqiptar nuk është për të ardhur keq, por t'i vi keq për qytetarët shqiptar. Ata, sikundër patëm edhe raportin e OSBE-Odirit për zgjedhjet. Vota e lirë ka vdekur në Shqipëri. Ata e kanë bler votën, kanë bler qytetarët shqiptar, kanë bërë 1001 horrulliqe, sikundër i kemi parë të gjithë në fushat. Dhe ajo çfarë doja të thoja është që e gjitha kjo që ata nuk janë deputet të dalë nga vullneti i lirë i popullit, të çon që të bëjnë një buxhet të tillë ku i shërbej një grushti oligarkësh. Një buxhet që qytetarët ende në fakt nuk e dinë se kaloi pa diskutime fare. Kjo është ajo që unë them që deputetëve ose në parlamentin shqiptar nuk ka diskutime, nuk lejohen diskutimet, të votohen ligje, të votua buxheti për 5 minuta. Nuk u morvesh. Kaloi ligji për barazinë gjinore që është një tjetër skandal, pa e marrvesh kush. Domethënë, ata kanë forcën e kartonit. Kanë forcën dhe forca e kartonit është një padrejtësi që po i bëhet këtij vendi. Një padrejtësi, po natyrisht ju keni patur edhe akuza më të rënda se kaq edhe për antikushtetueshmëri, për sa kohë ju mohohet e drejta kushtetuese, e drejta e fjalës vetë deputetëve. Meqense jemi te të drejtat e mohuara me Melli dhe jemi në fund të bisedës, ka patur reagime nga Tedi Blushi, po jo vetëm, për të drejta të mohuara sa i takon edhe kryetarit të Partisë Lirisë në Burgje, dhe më lejo t'ju pyes si ka qenë ky vit për Partinë e Lirisë pa kryetarin fizikisht prezent, dhe çdo të thot burgu i Ilir Metës sot më shumë se një vit nga arrestimi i tij ashtu në atë formë të dhunshme në rrugë. Sot presidenti i Partisë së Lirisë është një burgosur politik. Po mbahet në izolim ekstrem pas një fakt dhe pas një provë penale. Rrëmbimi i tij, sepse nuk ishte arrestim, ai ishte rrëmbim që u bë në mes të ditës për diell, ishte antikushtetues dhe antiligjor. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, zoti Tedi Blushi, ka dalë dje në një deklaratë ku ka cituar raportin e fundit të avokatit të popullit, ku ishin konstatuar absolutisht shkelje të rënda si të Konventës Europiane të Drejtave të Njerëzit, si të Kushtetutës, po ashtu edhe të ligjeve në fuqi. Për trajtimin çnjerëzor që i bëhet president Partisë së Lirisë në IEVP-n Jordan Misja. Kufizimi i takimeve në vetëm 4 në muaj është antikushtetuese, sepse sidomos i paraburgosur, ku duhet marrë parasysh edhe prezumimi i pafajësisë, nuk mund të kufizosh vetëm në 4 takime në muaj një ish president, ish kryeministra, po ish kryetar parlamenti. Por edhe kryetari një force politike opozitare. Kryetari forcës së dytë më të madhe opozitare në vend, e certifikuar.
Por pavarësisht pozicioneve që janë pozicione më të larta që mund të ketë një politikan, edhe qytetari thjesht në paraburgim prezumohet i pafajshëm. Nuk kufizohen takimet. Çudi që nuk kujtohet kryeministri për kushtet në burgje, se u kujtua të na citoj një raport të vjetër të institucioneve ndërkombëtare, vetëm kur arrestuan Veliajn për kushtet në paraburgime apo në burgjet shqiptare. Thua vetëm ai intereson? Nuk, në qoftë se do t'i intereson, sot nuk do kishim aq shumë të paraburgosur në burgjet shqiptare, ku çështjet e tyre janë të harruar aty sepse nuk shqyrtohen. Nuk do kishim kushte të tilla skandaloze, siç janë sot në paraburgim, por kryeministri ka punë të tjera më të rëndësishme për të bërë, siç janë korrupsioni apo të merret me mbrojtjen e të pandehurve që janë zyrtarisht të pandehur nga prokuroria e posaçme. Për të rikthyer tek raporti i fundit i avokatit të popullit për trajtimin e presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, përveç privimit nga takimet të familjarëve, të simpatizantëve, më e rënda akoma është ndalimi i takimit me deputet të partisë së tij, sepse është president i forcës së dytë opozitare më të madhe në vend, e ka ndaluar deputetët që të shkojnë në takime dhe të eurodeputetëve. Ndërkohë që me ligj nuk ju duhet, me justifikimin që duhet një autorizim paraprak nga prokurori, gjë që nuk është e vërtetë, sepse deputetët dhe eurodeputetët janë ngritur këto të gjitha pretendimet nga përfaqësuesi avokati Metës. Janë edhe të gjitha denoncimet të bëra nga Partia e Lirisë. Vetë sekretari i përgjithshëm i Partisë Lirisë, zoti Edi Blushi, i ka bërë këto denoncime pranë institucionit edhe të avokatit të popullit, që ditën e dieshme ka përfunduar të gjithën me raportin që na është dorëzuar, dhe që janë gjendur shkelje të rënda të Konventës Europiane të Drejtave të Njerëzit, duke filluar edhe që nga arrestimi, sepse ajo ishte shkelje të drejtave të njerëzit, të kushtetutës në Shqipëri si dhe të ligjeve në fuqi. Memeli, përpos denoncimit publik që ka bërë sekretari i përgjithshëm edhe ne gjatë kësaj bisede, veprimet të tjera ligjore, institucionale, qoftë sa i takon këtu në Shqipëri, qoftë edhe trokitje të tjera në institucione të tjera? Absolutisht Strasburgun. Por shqyrtojnë të gjitha hallkat e gjyqësorit, të kalojnë të gjitha hallkat e gjyqësorit në Shqipëri. Sepse ju keni pretendime, do me thënë qëndrimi juaj është për Metën, 0 fakte penale, 0 prova penale, 0 akte dhe vendimet paligjshme, 0 lek buxhetit të shtetit, 0 lek të përfituara në shkelje të ligjit. Për këtë arsye ne i mshojmë faktit që presidenti Meta sot mbahet i burgosur politik. Ai sot është i burgosur politik. Nuk ka asnjë fakt, nuk ka asnjë provë penale që atë ta mbajnë në paraburgim. Por urdhrat janë urdhra dhe zbatohen. Sot Ilir Meta gjendet në izolim ekstrem, vetëm me urdhër. Situata në Partinë e Lirisë pa me kryetarin të burgosur politik? Nuk është fizikisht prezent, por është prezent në frym. Në frym. Është prezent në frym. Ne kemi presidentin që na udhëheq. Absolutisht presim të dalë sa më shpejt që të kemi edhe frymën e tij kur është prezent, por na duhet që të presim. Dakor, do të presim, ndërkohë koha nuk pret, Memeli, kemi ezauruar minutat në dispozicion, duke ju falenderuar për praninë edhe bisedën.
Ishim me zonjën Jasmira Memelli, zonja dhe zotrinj, zëdhënësja e presidentit të Lirisë Ilir Meta. Ne folëm për aktualitetin politik edhe antare kryesisë së Partisë së Lirisë. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj.